Protesta e paralajmëruar e Aleancës Kuqezi në qytetin e Vlorës kundër mbledhjes së qeverisë së thirrur nga kryeministri Berisha në shtëpinë muze, ku u mblodh për herë të parë qeveria e Ismail Qemalit 100 vite më parë, u shoqërua me përleshje me forcat e rendit dhe të shoqëruar në komisariat. Duke i cilësuar këtë mbledhje si tradhëti dhe duke i kërkuar Berishës që t'i kërkojë falje Vlorës për injorimin që i bëri në festën e 100 vjetorit, antarët e Aleancës bllokuan për 2 orë rresht hyrjen në shtëpisë muze, ku duhej të zhvillohej mbledhja, e sa u desh ndërhyrja e policisë për të shpërndarë protestuesit mbas 2 orësh. Por gjatë kthimit të aktivistëve në Tiranë, në Aksi Nacional Vlorë-Tiranë pranë qytetit të Kavajës, policia e Kavajës ka shoqëruar 35 aktivistë të Aleancës Kuqezi në komisariatin e policisë së këtij qyteti. Aleanca Kuqezi njofton se policia e Kavajës ka ndaluar të gjitha automjetet e aktivistëve kuqezin që udhëtonin në drejtim të Tiranës për t'i shoqëruar më pas në komisariat. Aleanca deklaron se shefi i komisariatit të Kavajës ka ushtruar edhe dhunë ndaj të gjithë aktivistëve gjatë ndalimit dhe shoqërimit të tyre. Nga 35 persona që janë ndaluar nga efektivat blu të Kavajës, 12 janë vajza, thuhet në njoftimin e Aleancës. Gjithashtu bëhet me dije se 5 nga të shoqëruarit janë nga qyteti i Kavajës dhe janë ish themelues të Partisë Demokratike të këtij qyteti, të cilët ju bashkuan Aleancës Kuqezi vetëm disa ditë më parë gjatë një takimi të Aleancës Kuqezi me strukturat e saj në Kavaj. Aleanca Kuqezi nënvizon se Berisha po i keq përdor strukturat e policisë në urdhrat e tij kundër aktivistëve të Aleancës.